Teksa projekti për ndërtimin e parkut të Retro në lagjen e re të Bulqizës po zbatohet çdo ditë, banorët të cilët kanë jetuar në godinat aty prej më shumë se 30 vitesh nuk dinë asgjë se çfarë do të bëhet me ta. Banorët kërkojnë që të veprohet në kohë edhe për fatin e tyre, pasi deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje zyrtare. Ylli Çupi është njëri prej banorëve në zonën ku po ndërtohet parku Retro. Ai shprehet se ka kërkuar shpjegim zyrtar nga institucionet se çfarë do të bëhet me banesën e tij, pasi projekti po shkon drejt fundit e nuk ka asnjë informacion. Ai kërkon nga Bashkia e Bulqizës, por edhe nga institucionet e tjera të vendosin për fatin e 5 familjeve që preken direkt nga ndërtimi i këtij parku. Jo, deri më sot na kanë thënë asgjë. Asisen, as të ikim, as të rrim, absolutisht asgjë. Kemi prerë gjitha, kemi prerë, s'kemi bërë debat si me thonë me firmë, s'kemi bërë si lloj debati. Thjesht na kanë thonë me prerë dhe kemi prerë. Nuk dim asgjë deri më sot. Ke bashkia kemi shku, kryetarën se kemi takuar si faktikisht. Ato inxhinier, kemi takuar një inxhinier, thonë llave që nuk ulvies kush, po se sa është e vërtetë as dim asgjë deri më sot. Te kështu jemi të shku. Ja kështu rrugë si, por rrugë te përpara. Aktualisht në këtë objekt po zbatohet loti i parë i punimeve, ndërsa do të nisë edhe loti i dytë shumë shpejt për t'i dhënë formë sipas projektit të miratuar nga qeveria shqiptare.